Duke filluar nga nesër, do të fillojë të llogariten afatet brenda të cilave partitë mund të paraqesin ankesa në lidhje me parrigullsi të mundshme në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Kreu i KSZ-s Boris Kondarko, duke njoftuar rezultatet fillestare jo zyrtare të zgjedhjeve, tha se sapo rezultatet të jenë përfundimtare, afatet për ankesa do të fillojnë. Dua të sqaroj se afatet për kundërshtime ndaj procedurës për përcaktimin dhe përmbledhjen e rezultateve do të fillojnë nga nesër pasdite, pas shpalljes së tyre nga ana jon, kurse afati do të jetë 48 orë, që do të thotë se ai afat do të jetë deri të mërkurën pasdite, ndërsa afati tashmë ka filluar, bazuar në procedurën për kryerjen e votimit, e cila filloi në orën 19 sonte dhe do të vazhdoj për 48 orët e ardhshme, që do të thotë deri të martë në mbrëmje në ora 19, nëse ka ndonjë vërejtje ose kundërshtim. KSZ-ja dje kishte diskutime për 2 ankesa në lidhje me procesin e votimit, në Qendër dhe në Kërçov, por ato u refuzuan si të pabaza, pasi antarët e komisionit arritën në përfundimin se parashtruesit ishin ende në listën e votuesve dhe mund të votonin pa probleme. KSZ-ja gjithashtu njoftoi mbrëm se edhe në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, pjesëmarrja nuk kaloi 50%, që është hera e parë që nga pavarësia e vendit. Kështu sipas rezultateve fillestare jo zyrtare paraprake, pjesëmarrja në zgjedhjet e djeshme në 33 komuna ishte 41.76%, ndërsa në raundin e parë 48.30%. Përveç pjesëmarrjes së ulët, në raundin e dytë në të gjitha komunat u regjistrua 19.287 fletvotime të pavlefshme. Nga ky numër, vetëm në qytetin e Shkupit kishte 10.528 fletvotime të pavlefshme, që do të thotë se pothuajse çdo fletvotim i 16 në Shkup dje ka qenë i pavlefshëm. Në rrethin e dytë të drejtvote kishin 1.013.375 qytetarë.